Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave e njëjtë 20 nëntor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor: Dosja e 21 janarit, Berisha shkon në SPAK, zbardhë dëshmia pse refuzoi evakuimin. Përplasja e fortë në parlament, kryeministri mbron ballukun, PD proteston duke i kthyer shpinën. Rama me faqe për muri ju pafsha. Deputeti i PS-s kritikon mënyrën e përdorimit të parave publike, buxhet i pashpenzuar dhe qytetar të pambrojtur. Braça sulmon ministrat për fondet e abuzimit me ilaçet. Reagon Rama: do të dëbohen 700 familje shqiptare, Anglia shpreson masat ndaj emigrantëve. Të përndjekurit, lista me emrat që përfitojnë dëmshpërblimin e këstit të pestë. Shkrimtari Bardyl Berberi në bibliotekën e Stockholmit mes 100 librave të preferuar të mbretit suedez. Opinion nga Mimoza Dajci: kthimi në Kosovë. Një tjetër opinion nga Jorgji Kote: sqarime dhe sugjerime praktike mbi negociatat 2027. Një tjetër shkrim në gazetën Panorama: në Poloni mori çmimin e mirënjohjes, të vritet, ulërimet e Sallës në gjyq dhe dënimi me 25 vite burg, historia e drangut që Europa se harroi. Këto ishin titull kryesor të gazetës Panorama. Do të vijoj më tej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i saj: Air Albania përfundon në ankant, Turkish nxjerr në shitje aksionet. Kodi penal si kushtetuesja e 1998-s, po arnohet nga juristë amator. Kryeministri Rama: projekt buxheti 2026 historik i këtij mandati me kryefjalë mbështetjen e pensioneve, jemi më pranë BE-s. Performimi i policisë, zbardhet drafti i strukturës së re të policisë, riorganizim me fokus te krimi, ja si do të ndahen drejtoritë dhe departamentet. Presidenti Bajram Begaj vizitë zyrtare në Prag me ftesë të presidentit Petr Pavel, Çekia mbështetëse e palëkundur e Shqipërisë në rrugën europiane. Opinione dhe komente nga profesor doktor Arben Cici: diplomacia e sovranitetit digjital. Nga Jeton Muçollari: të ardhurat shtesë apo rritje pensionesh. Këto ishin titull kryesor të gazetës Telegraf. Do të vijoj më tej me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj: vllaznia me 2B në sulm, Partizanit i mungon shënjestra. Në fundjavë përballen ofensiva më e mirë dhe më e dobët, të kuq duan revanshin, kuqeblut me artillerinë e rëndë. Shqiptarët kërkojnë fat para lotarisë amerikane. Sot ora 13 dy përfaqësueset njohin kundërshtarët e fazës së play-offit. Shqipëria e Kosova përballë Polonisë, Çekisë, Uelësit dhe Slovakisë. Koment nga Besnik Dizdari: Shqipëria 2025 në një 60 vjetor të bujshëm britanik. Italiani Moreiro: flamurtari është fati i miri, Ronaldo fenomen. Blut, Dinamo bën goditje, Qefalia rinovon deri në vitin 2028. Verde Blut, Dalipi, Elbasani pa presion, Cague pik referimi. Egnatia: Fanga i rikthehet, por Hajme mungon këtë javë. Turi 2, Kupa e Shqipërisë pas surpriza, kalojnë të mëdhat. Itali, Interi kërkon të thyej tabun, 5 derbi pa fitore. Kuqezint, Milan i gati, Allegri ka vetëm një dyshim të madh. Spanja, De La Fuente: e vështirë të jesh në majën e botës. Gjermani, ADM, falje publike pas skandalit me armë. Tu përfundojmë me leximin e titujve kryesor të gazetave për ditën e sotme.